Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se na keni ardhur në episodin e 5, Lale. Sezoni 3, episodi 5. Mirë, kështu e ke klasike ti. Sot, Lale, mos zgjatën afare, se kam super qef ta shpenzoj kohën maksimalisht. Sot është dita jote, Sot është dita jote ta. Sot kena i super të ftuar. Është një aktor, është një dublues, një njeri që të gjithë do ta njihni, Lale. Sa të ngjoni zonën, mos ftyrën se ka dalë mo gjitha ne ju ka bëj jo fëminin. Dhe për më tepër është opposite i kësaj uniformës, Gendi Deçka! Jeni në rol direkt, Se keni dhurat, ja thash dhe lindit mrapa, keni dhurat nga unë. Si me pas donë i modë sa suke. Do ngjiti çik domethënë, po. Unë nuk e prek atë, do flema atë, Lale. Do flema atë. E mëllën? Për gjithë ju, Lale, dakor që se keni ftillu akoma zonin, kush është akoma sa të quka gjumi. S'keni ftillu zonin e? Keni... Vetëm ti i bo këto gjona sa për të kapë këshu clickbait-e. S'keni ftillu zonin. Keni Sasuken, Lale. Sasuken të Naruto, Rion, Jackie Chanin, 2 milion e 4 personazhe tjera. Se s'po i futemi. Temi e... Ku di unë, loj. Qas ke bo, vlla. Qas ke bo. Unë nuk e di kush ka bërë një database në online që e falenderoj shumë për Zotin me shumë shpirt se ai ka regjistruar çdo lloj seriali, çdo lloj filmi, çdo lloj roli që unë kam bërë, jo vetëm për mua, por për të gjithë aktorët që kanë punuar te gjithë kompanitë filmike, gjithë kompanitë që kanë qenë në Shqipëri. Edhe na ka bërë që të kemi një dëshmi për punë, për CV, për të kujtuar, për njerëzit që të pyesin, kështu që realisht nuk e di kush është ai njeriu misterioz apo ato njerëz, i falenderoj. Falenderojmë gjithë. Falenderojmë gjithë vëlla. Është një gjë shumë e mirë në fakt që ka bërë, sepse shumë gjëra njerëzit i bëjnë, po nuk i regjistrojnë, nuk i shkruajnë, kështu që si të gjithë. Jo, s'ka më dokumentuar, sot tash. Çidori. Gant, si ka një jam thjesht i emocionuar, Lale, se unë Naruto e kam preferuar si serial. Sasuke vdes. Lene. Do të rregoj histori pastaj si jam një herë në parë që e kam taku Gantën në shfaqje që kemi qenë. Nuk e harroj atje, sa të kemi jetë. Si ka nis vlla im, dublimi me ty. Unë kam fillu Akademinë e Arteve, si thua, me shumë dashuri, me shumë dëshirë, po pa e ditur tamam se çfarë ishte, edhe zbulova rrugës. Edhe një nga këto dëshirat e brendshme ishte që unë gjithkohës kur lozja me lodra, si gjithë kalamajt domethënë, një nga gjërat që më pëlqente shumë, që zbulova gjithashtu edhe kur bëja Akademinë e Arteve si regjisor dhe si aktor, më pëlqente shumë që të bëja tinguj me gojë. Edhe gjithkohës merrja një lodër, merrja një gjë dhe gjithkohës domethënë do bëja ku diun pikat e ujit që binin, domethënë do bëja gjithë atmosferën rrotull. Edhe nga ku diun makina, helikopteri, ku diun gjithë ato gjërat me radhë. Edhe kisha një kështu si dëshirë shumë të madhe që këtë lloj gjëje ta shprehja, ta regjistroja diku. Dhe nuk kishte asnjë lloj formati, se bëhet fjalë në 2006 kur kam nisur unë dublimin e parë. 20 vite përpara, 2006. Edhe ka qenë një studio jazz-it ngjitur me Akademinë e Arteve brapa. Edhe jam bërë sebeb në fakt Cubi Metka, po. Dhe një miku im që më tha, "Ore, hapi studio, është një studio këtu mbrapa, do vish ta provosh këtë gjë." Dhe si thua, ajo që kisha ndërruar që të punoja në një format që zëri im të lidhej me një fuqi të kësaj natyre, domethënë që të shpërfaqej ana e audios me anën vizuale, mu plotësua dëshira. Edhe Cubi u bë sebeb, Cubi ka qenë në atë kohë regjisore që merrej me pjesën e audios. Ka qenë quhet Doktor Gashet, personazhi i parë. Doktor Gashet, mund ta gjeni online, edhe unë kam gjetur shumë vite më vonë. Një personazh i shkurtër, i vogël. Po shumë i vjetër, si film. Është film apo serial, nuk e mbaj mend tash një sekond. Në serial dhe pak seri kishte, ja 6-7 seri. Ndoshta pa ne e pande si film, nuk e. Okej, të gënjeva.
Roli parë fare ka qenë një mimo francez. Unë duhet bëja këtë, të kaj, nuk e di se këtë shkoj, bënte kështu. Edhe ky ishte audicioni i parë. Dhe herën e dytë Cubi më thirrri dhe tha, hajde të bësh këtë personazhin. Bën dot impostime? Jo, është ta provoj. Dhe unë akoma s'kisha mësuar teknikën në shkollë si impostoj. Po. Doktor Gashet ishte gjatë gjithë kohës. Ishte gjithë kohës kështu. Dhe unë nuk kisha mësuar ta mbaja këtë lloj impostimi. U bë seria parë me shumë vështirësi vokale, ndjeva djeg. Direkte. Po ndërkohë bëja llogaritme në mendje se e kishim dëgjuar që ishte 1000 lekë rreshti, bëja llogaritë, po them, një rresht tjetër. Fakti po 2000 lekë. 3000 lekë. Edhe në fund seris doli një 100.000 lekë. Ishte lek i madh. A llogariteshin këto pas 2006. Dio no bashkoheshin të gjitha. Futja 7A aty iku i rresht. Vetëm kur më tha Cubi që do t'i mbyllim të seri tha. Mbyllim. Dhe i mbyllëm ato serit brenda ditës, zgjati diku nga ora 2 deri në ora 7 pas dite ishte errësuar. E mbaj mend që më kishte ikë zëri pothuajse totalisht kur dola jashtë zbrita ato shkallët spirale me atë jeshillikun kështu. Edhe s'kisha fije zëri, domethënë që të flisja më, po ama ishte kështu. Po xhepi plot Ishte bër ja 240.000 lekë, ja 240. Ishte, nuk di domethënë. 2006 lale. Sot do e bëjmë kështu. Është i rrog mujore. E ke parasysh që pyetje serioze zakonisht supozohet t'i bëj unë? Do i ndrrojmë rolet sot. Po sot Ti e do kam bësh serioze se ti prekësh, unë po bëj këtë Jo, unë sot nuk jam me motiv. Kjo ka qenë piknisja domethënë, kjo ka qenë dublimi i parë. Pastaj episodi tjetër është histori. Më morën prap, më morën. Dhe pastaj erdha tek 2A-ja që pastaj se tush kishte fluks shumë më të madh se sa tek Jesse. Dhe filloi pastaj Jesse nuk ishte më aty ku ishte si pozicion, u pozicionoi. Po, e mbaj mend që lëvizi, po. Ku më kujtohet në botë tash. Ha valla, se shoh që mezi po të ma vjen. Do të bëjmë kështu tash. I jepi. Si ndihesh ti Sasuke? Ka ne fare privilegjin e privilegjin e të qenit Sasuke, unë e kam ndier nga njerëzit, nga fëmijë, ne kena shkuar nga 30 po. Po, pikërisht, nga çuna dhe gocat, të cilët më kanë thënë pothuajse të gjithë njëjtën fjali. Ti ke bërë fëmijërin time. Edhe nuk e koncepton këtë gjë kur e bën, kur je brenda studiove si kjo, domethënë që rrije bëje zëra, sidomos Sasuke. Edhe vinin njerëz që thonin ti ke bërë fëmijërin time. Si. Au. Edhe ishte shumë e çuditshme në fakt. Edhe si ndjesi, si kështu po, unë vdisja për Sasuken, thonë, vdisja për Naruto, vdisja sidomos për Sasuken. Isha e dashuruar me Sasuken me zërin tënd kështu. Edhe aty filloi e kuptoje që një punë që ti e kishe bërë për pasion, për lek, për gjithë gjëra, për gjithë arsyet e botës, pse mund ta bësh një profesion se natyra. Ai profesion, ai pasion, ajo dëshirë, qoftë edhe ajo rutina i kishte ndikuar shumë tek njerëzit e tjerë. Edhe kjo gjë ta bënte shumë qefin. Dhe pastaj si thosh, u rrit, u shtua gjithmonë më tepër kjo thirrje e njerëzit thonë, "Ok, që ke bërë zërin e fëmijërisë time, ke bërë sidomos për Sasuken." Domethënë nëse unë mund të kem bërë, nuk e di se sa është ajo lista Pa fund. Scrolling down, po më bateria ty bë scroll çfarë në database. Është shumë e gjatë, e vërtetë është. Po Naruto ka qenë realisht një nga ato seriale që kanë ngel mendje, se shumë gjëra ishin dhe kishte edhe budalliqe sa dush kuptimin e seriale që sidomos këto që ishin për shumë të vegjël që nuk është se i shijoje vetë, domethënë ishin ku diun, la, tinky winky, ku diun, alla Teletubbies, bie fjala, domethënë që ishin shumë për të vegjël edhe nuk është se e shijoja ashtu si shijoja. Kurse Naruto ishte, sepse po shifja betejën këtu në fakt, është betejë e parë, takimi i parë Naruto me Sasuken. Edhe ka një monolog që unë e përmend edhe njerëzve dhe studentëve gjithmonë. Mund ta përmendësh vetë. Sa e rëndësishme është janë animet dhe sidomos animet japoneze. Ka një monolog Sasuke këtu ku i thot zien e grien e këto babau po ju Chidori e ku diun domethën. Del shpirti Sharingan i zgjohet, i fiket e ku diun nëse gjithsesi. Dhe një moment i thot ti ke patur fat i thot, se të dy jemi jetim. Po ti ke patur fat i thot Sasuke Naruto, se ti nuk i ke njohur fare prindrit e tu, kurse unë i njoha dhe i humba. Edhe akoma më rënqetet mishi kur e mendoj si batut. Është një fjalë që kur sa më shumë rritesh dhe reflekton mbi gjërat që shikon aq më shumë të ndikojnë edhe aq më të forta bëhen si emocione. Edhe pikërisht kjo është gjëja që Naruto ka patur vazhdimisht kështu dilema të forta. Personazhet vënë në rrethana shumë të forta, në rrethana shumë të çuditshme. Edhe përveç kësaj edhe si personazh, ndryshe nga të tjerë që vetëm u lërisnin, se kishte shumë personazhe që vetëm u lërisnin, për shembull edhe seriale të tjera, që vetëm u lërisnin, për shembull Dragon Ball, unë kam dublu shumë pak të Dragon Ball, sado që kam qenë shumë fans
i Dragon Ball. Kam bërë shumë pak personazhe. Duket ke pas dublu një farë kohë Gokun ti, Jo, mos Jo, gaboj apo Gohanin jo. apo te Superi, mos E gabosha. Gohan, po. Gohanin, Te po. Frieza. Po. Shumë pak seri domethënë. Shumë pak, 3 llafe fletej se vdes. tush përpara se të dashurohesha me Naruto, unë Gokun vdisja për Gokun. Kur isha i vogël, domethënë Goku ishte Dragon Ball Të ishte. shkutu i bo atentati i ulit vetëm që Ishte- ti ishte dorë nga Goku. Jo vetëm Gokun, do në Dragon Ball në Po përgjithësi, pra. domethënë do doja të isha Yajin Boja. Ku diun, Po. s'ka rëndësi fare, po dhe kur si tush nuk e pata fatin që të isha pjesë e kësaj dhe shumë çoh nga këto ndjesitë e lojrave kisha edhe nga Po. Dragon Ball. Dhe kur erdhi Naruto dhe më dhanë Sasuken, nuk kishte shumë bërtitur se Sasuke ka jep men shumë ishte kohë, do flet pak, Është me shkollë. flet pak, është me shkollë, po, është me shkollë, flet sakt. Tonin e kishte të ulët dhe nuk është se ishte shumë i lodhshëm. Dhe kjo ishte si thosh ajo lidhja e parë para se të merrja vesh historinë. Më pëlqeu kjo lloj lidhje me Sasuken. Pastaj edhe këto tripet midis Sakura, Naruto, këto tre këndshi burgura dashtor. Po tamam, edhe thosha. Alla Pirandello. Alla Pirandello. Edhe kjo ishte gjëja që duke interesante dhe pastaj filloni se nga të vegjël që ishin këto akoma ninja me ato hekra të Pra, të shurikena dhe të punajt shumë vërdall. Avash historia zhvillohej, nxirrnin dramat e veta, Itachi kështu, ky kështu, po unë jam dhel, po ç'a dhel për eti ti s'ke bishte. Fillonin Edhe ishte shumë interesante në fakt. Edhe më ngela tek Naruto, ngela te dashuria e Narutos. A e ke gjetë, do më thënë të të pyes për shumë me personazhin, po flas për Sasuken. Po. Në i gjo nga vetë karakteri Sasukes që e ke pas dhe ti të vetja. Për shumë ndonjë ideologji apo diçka që mund të jetë për shtat dhe ty. Jo, familje nuk e kam Jo, po iq Jo. S'kam vllafa, kam morë se e kam gjetë veten shumë tek Sasuke në fakt, për shumë gjëra, për shumë nga këto shiko, secili nga ne ka kështu errësirë brenda, secili nga ne ka errësirë dhe ky ka këto momentet që flasin edhe tek betejë e dytë që flasin me Naruton që ore po duhet bëhem unë armiku i të gjithëve që të vejmë paqen sepse unë do të jem që të krijohet paqja, do të jem unë anti Hokage më duket qoftë, Hokage i keq, Hokage i keq, po. Si thosh. Edhe ka këtë përballjen e filozofive dhe në këtë pjesën e errët secili nga ne e gjen veten tek këto personazhe, prandaj janë aq të bukura dhe bëhen pjesë çdo kujt që secili thotë prit se edhe unë kam këtë errësirë valla, dhe unë mund të mendoj si ky që okay, që të shpëtojmë për të mirën e përgjithshme do e marr unë gjithë të keqen brenda vetes. Ka raste që mendon kështu. Ka raste që mendon që prit se hakmarrja është vetëm rrugë. Ka raste që mendon që prit valla se dashuria është vetëm rrugë. Siç janë dhe dilemat e këtyre të dyve domethënë. Fakti që të kesh një shok të ngushtë i cili shef gjithmonë më të mirën, po. Shikon nxjerr më të mirën tënde. Fakti që ti e refuzon, besoj më ka ndodhur me miqtë e mi të ngushtë pafund kështu raste, që ti ke dash kalosh një drejtim tjetër në jetë, një drejtim të errët në jetë, një pikpamje, në çdo lloj aspekti, s'është puna se zihemi me. Po, zihemi intelektualisht. Intelektualisht, po, me shkollë si Sasuke. Po. Edhe kjo është gjëja që e kam gjetë veten tek kjo dhe prandaj besoj që është serial i suksesshëm sepse secili nga ne gjen një personazh, gjen një dashuri të humbur, gjen një lloj gjëje shumë të afërt me Naruto. Ka një gjë shumë bukur se është shumë relate, shumë e afërt me realitetin. Pra, nga shumica e animeve që janë, nga ana e filozofisë, ideologjisë, është shumë afër realitetit, pra jetës përditshme se sa çdo anime tjetër. Se Dragon Balli po ka misin, aventurën. Po. Dragon Balli nuk e ka këtë anën psikologjike të errët. Eksakt. Tu ka luftë pushteti, luftë partjake, pushteti, ta shkatërrojmë këtë klanin që të shpëtojmë luftën civile. E ka shumë twiste, domethënë rrëzime njëri kush është më patjetër këta e kanë filtrin e cionit ninja të gjithë, si do thonë, me qenë aty dhe me qenë edhe i Zoti mbi të gjitha si ninja. Nuk ndodh kjo gjëja në realitet domethënë, se tash po të bëju kështu me Shlakadau. Jo, kanë edhe fitojnë ndoshta në sensin fizik. Domethënë varet, po që gjithsesi është shumë e vërtetë, shumë e gjallë, fakt shumë pjesë e jetës së Naruto. Por që mesazhin e hedhin kështu këta, me stil, pavarësisht se janë ninja, do të thënë kur rritesh pak e kupton që ka i far mesazhi të fortë aty. Po, shumë të forta mesazhet, shumë. Po, për shembull se ne kena bërë shumë me shumë dubluesa dhe aktorë këtë bisedën e shqipërimit. Për shembull, ti je ndër të paktët, për mos thënë ndoshta i vetmi që unë kur i dëgjoj këto animet, sidomos kohës vjetër, te emërtimet e teknikave, domethënë emërtimet përgjithësi, je 99.9% i saktë dhe si shqiptohet dhe çdo gjë.
Ndryshe nga tjerët për shembull që mund ta kenë pas çekra aty, e kanë thënë çekra. Okej, po. Do të dalë te kjo, ti I shef jetën tate? Kur ke kohë normalisht. A shef anime? Të teni shembull. Jo, unë shoh shumë anime, kam shumë shef anime. Urdhoni ju që s'dini. Domethënë, edhe përpara se të vija shifja përveç Dragon Ball ne kemi parë në italisht, ka qenë gjithë italianës. Po kisha pa edhe përpara, kisha ndjek shumë Miyazakin, My Neighbor Totoro, Spirited Away, Ponyo, e ku diun domethënë Castle in the Sky, e gjitha, domethënë kisha pa goxha nga kryeveprat e Miyazakit, edhe se kush kishim rastis shpesh herë nëpër televizione që gjej herë japonisht, herë kështu Akira po një nga të preferuar, më që mendoj që e kanë vjedhë, e kanë bërë cop njerëzit. Kanë ndiku tek Dragon Ball, kanë ndiku tek Matrix, kam përshtypjen edhe vëllezërit Wachowski, motrat Wachowski aktualisht janë tjetërsuar si e kanë marrë ato, domethënë e kanë marrë thelbin nga animet edhe e kanë bërë, po themi, e kanë bërë të vetën si gjë, dhe duket që kanë ndikim, diskutohet që kanë ndikim nga ajo. Dhe një shprehje që më ka pëlqyer gjithmonë, tash I vonë në fakt e rilexova, edhe për ty Erlin për sa I përket teatrit, edhe për filmin po, thoshte që të gjithë regjisorët e filmit është shumë e rëndësishme që të shohin anime, siç po në rastin e Wachowskit pra që kanë ndikuar shumë për mirë, sepse një animator ose të paktën teknika e të bërit anime me dorë kushton shumë kohë njerëzore, kohë fizike, mend e gjithçka me radhë. Dhe ata që shkruajnë edhe prodhojnë animet janë shumë të kujdesshëm që se kjo skena e grushtit që vjen me shpejtësi këtu dhe ka këto rrezet mrapa, domethënë që shkojnë drejt fytyrës, kjo duhet jetë e kalkuluar me saktësi. Dhe se tush kundraplani që të vi dora nga këtu, domethënë grusht ku diun, do të jetë dhe kjo me shumë saktësi. Pra, këta që bëjnë anime janë shumë të kujdesshëm mos bëjnë ujëra kot, pra, mos të humbasin sensin ritmik dhe prandaj janë kaq dashura për gjithë njerëzit, sepse është kohë e harxuar kot nëse ti bën ca plane të panevojshme. Çdo gjë është e super e kalkuluar. Dhe kthehemi tek pyetja, kthehemi tek pyetja që e kisha veshin të rrahur me japonishtën goxha, domethënë Dora neve. E kisha veshin të rrahur. Sado që në atë kohë shumë gjëra ishin kështu sporadike. Domethënë përpara 2006-s që unë shikoja kështu lloj serialesh të ndryshme, edhe për shembull Zorro. Edhe këtë Zorron te piratët, te One Piece. One Piece. E kemi parë në italisht, e kam parë në italisht në fakt. Se ti ke bë dhe Zorron zoti. Po, shohe Edhe në atë kohë, domethënë I shihje sporadikisht, për hapje Kalbin ka qenë një televizor që jep të gjërat e vjetme, gjithë gjërat e vjetme të botës. Aty kemi pa dhe Matrix, aty kemi pa lloj-lloj gjë. Dhe ma gjepseshe kur shikoje diçka që ta ofronte ai televizion, domethënë. Po animet edhe emocione se po ndërpresin I stërzmadhojnë në mënyrë të bukur kur e mendon thellë. Domethënë çdo emocion, dhimbja, trishtimi, lumturia janë shumë më të mëdha se ç'mund t'i arrish për shembull në filma, mendoj unë. E vërtetë është. Sepse e kanë dorë vetë as madhojnë sa duan. Po, e vërtetë është. Po ka një kufi, domethënë që quhet e pranueshme. Po ta bësh banalizojmë, po e kam llafin e qellojnë fiks aq sa duhet që ti të prekesh për mirë edhe për keq ajo, e kupton? Tjetër. Nuk ka rob që ta shohësh për shembull Naruton edhe mos qaj ose mos qish, mos qish diskutohet, po mos qaj. Është kështu dorë me një. Taksative. Ta ndërprem, na fal. Te ky se jo, vetëm ajo për këtë po thoya. Domethënë që më ishte rrahur veshi sado që sporadikisht hapje televizorin, dilte gjë japoneze, shifje, rrije, s'pëlqente ndroje, domethënë më ishte rrahur veshi me filma, me anime të ndryshme. Domethënë që flikam që gjithmonë I këtyre. Plus edhe kjo që tu është dashuria me Sasuken specifikisht ka qenë edhe nga Gemon tek te Lupeni. Te Lupeni. Domethënë fakti se si ai domethënë nxirrte atë shpatën dhe ajo I shkëlqente vetëm aq, domethënë ti shihje vetëm Dhe kur pastaj shikoje gjithë realitetin e zgjeruar të ninjave në Naruto, që ta bënin gjithë çuditëra e ku diun. Edhe ishte shumë interesante. Fakt shumë ishte dashuri me shikim të parë realisht si gjë. Deri te Gemonin na çoj. Ti ke se di që ti ke për. E di çfarë po mendon shumë. Ta mbyllim shpejt I fusim publicitet shkurtër, që të vinte pjesa e dytë e rëndshëm, se kjo është e patjetër. Po mos harroni se këto lodrat ju e dini tash se na fal, po kena bëj promocion të bukur, se meqenëse ti je fan si I animeve, edhe këtyre figurinave. Tani, se mjeni ankuca veta, jo pos na puno kodi jo. Shadow 25 like in Alba Gaming, gjitha kapitalet të mëdhoja, se kishin bërë. Sa kaptina ime,
Dakor, dhe merrni 25% ulje vlla për tojsat edhe këto gjonat gaming. O çat ke. Kështu që jepini, përdoreni te webi lale dhe mos më shkruani më në inbox se ma mushët full. Mleni të flas me të ftumit, ti sjell këtu se na janë puna, vin këtu, na e thon këtu, shkruajeni më online, mos ja thoni aty online. Eksakt. Pap ju vjen te shtëpia. Eksakt. Apo doni me bë hapat e ditës. Kështu që shihemi në pjesën e dytë edhe me gjonat e bukura të tjera. Shadow Clone. Se shkoj drek. Erdhën tash. Që drek më shkoj akshon për të gdhiq. Tomull më E tomull. ke ka ana tjetër lale. Ha, jepi. Mos më merr me atë punë, ti të më thoni 100 herë. Atë të keqe. Ka shumë gjona e qese të mrejna. Ne ka sjell mreti Kaj. Konoha, mreti Kaj. Konoha, jo, janë menut e reja këto. Janë menut e reja, lale. Jo, ti merr vesh të Tash ti na the që je fan se Dragon Ball, dhe la po shife çallë forme ka. Shife herë. Kur noni? Jo është e personalizuar me jotja. Ka vetë. Hopa. Hajde. Lukso, as nuk përlyesh as lloj gjoje. Pas kena edhe kazonin. E pas kalçu mreti dorën fare se. Hajde mreti Kaj, për neri ufo burgerit e kalçu dorën për të na kënaq. Se dia që kanë me të hongër me thimen. Vllai maj me të mira ne, jo kështu. Ne pares t'japim, po për të hongër, të kënaqim. Mos i tregon gjithë lale. Mos i tregon gjithë, më të kam Po thonë. i futi kash, ale. Hajde për të mira. Jo Hajde bof mirë. gjuar. Jo bof mirë. Më kënaqi. Ti mos ha shumë se me dietër. Rrofsh më Olga se na kënaqe. O, të keqëm. Hajde derisa kena punë për të bë. Ja, pa tashi ndrum shpat lele. Ha? Unë do të flishim 2 orë për Sasuken, po shive çfarë shpatë kena aty. Vllai. Ky është Shusuj bashkë me Zorrën, që ta dini për gjithë ju. Ja, te Doreza, E Doreza po tash, Eza gjithë ajo. Doreza zhul. Më na rrim, më na bëj kështu kodësh. Tash ta bëj pyetje prapë kështu. Kush ka pëlqyer më shumë, Zorro apo Sasuke? Jo se Sasuken e ke bërë shumë më gjatë, po si karakter. E pra, këtë desha me thënë që Sasuken e kam bërë shumë më gjatë dhe e kam ndjek gjithë Era serialet. dashni me Sasuken. Shumë nga serialet që kam bërë, më pyesnin shpesh herë për shkakun. Po çan ndodhte kjo seria që nuk e di thosha. Sepse shpesh herë unë si thosh kishe personazhe siç ishte Zorro, për shkak Zorro nuk është gjithkohës tek One Piece. Del 2 seri, s'duket një seri se ka vajte, diku e kanë mbyll diku, ku diun domethënë. Edhe nuk e dija çan ndodhte, edhe tek Naruto shumë gjëra më janë dashme i pa mbrapa, i kam vajt, i kam shkarku, i kam ashtu domethënë. Kurse tek Zorro domethënë kjo ka qenë historia që shumë e kam kështu të shkëput me historinë, kështu si trailer. Domethënë, po tash ato seri që kam realizuar. I bukur shumë fakt. I bukur shumë. Edhe ishte një serial që pash para ca vitesh, Seven Deadly Sins. Shumë i bukur. Dhe më duket sigurisht tamam personazhet të dala nga One Piece si kështu si vizatime, si logjik, si gjëra. Edhe aty biles pata një kështu rikujtim të kohës kur bëja Zorron edhe thash do doja ta kisha mbyll tamam, domethënë që ta kisha marrë vesh më shumë për të marrë vesh historinë tamam, se nuk jam kthyer ndonjëherë One Piece tamam. Nuk ka përfundu, mos e vran. Di, shohet, më di. Sa i gjatë është. Tash ças ka ndru lloj. Jo, po tash është bë më kështu, bë më i pjek, më me men. Ka filluar mos ta humbi më rrugën. Po, me mosh. E po tash, tamam me mosh të gjitha. Kush ka qenë më i vështirë për të dublu, domethënë se Zorro edhe vërtet shumë i sinër. Domethënë nga tonaliteti i zonës se ti besoj ke pa japonisht të dy ata. Jo, më duket Zorro ka qenë italisht, besa më men. Kurse Naruto shumë seri kishte japonisht, që bëheshin shumë sikletshme dhe në shumë raste edhe mund të kemi, si tush, Naruto mund të thoshte, mirë thash, Naruto mund të thoshte që, ku di unë, nuk e di ku jemi këtu në pyll, edhe ne nga që s'dinim asi kokër llafis edhe Google-in atë kohë, nuk është se ishte ky Google që është sot, apo këto shërbimet e transkriptimit e gjithë të gjërat ishin shumë të vështira për të bërë. Edhe në shumë gjëra ti i bëje kështu, i bëje pa e ditur tamam, domethënë, thoshte tekniku, shkon kjo fjala, të them këtë fjalën dhe ti thoshe këtë fjalën, kështu që. Po. Në shumë raste kanë ndodhur kështu lloj gjërash që janë saju, si më thënë disa gjëra për hir të realizimit të gjës, domethënë, shumë fjalë që nuk arrihet ta gjeje. Përshtatje, se s'ke çfarë ti bësh, do të përshtatesh, do të gjeje atmosferën për çfarë po flisnin këto deri tani, po flisnin për arratisje në pyll, okay.
Hajde ta bëjmë. Qa është fjala më e afërt po? Shumë gjëra. Ty shtu nga këto. Shumë gjëra. Po sikur do ta ratisësh Mos mendon ti ndoshta. Apo jo? Apo jo, ë? Apo nuk mendon që jo? Ligjo këto të Neronin kohën kur paguimi lek rreshti, se plotësoi rreshti më shpejt. Kishe më kollaj. Tash me detyrohesh me shkurtuar për s'ke çfarë bën se a kupto. Një mirë, ajo patjetër Është shumë e vështirë për shtatja. Se shiko, unë e di çfarë shikoj edhe kur shikoj japonisht për shembull që ja bëjnë përkthimin në anglisht vetë këta japonezët, edhe i shikoj pastaj tek tu kur qëllon në episod që shikoj anglisht prap, i përshtasin edhe anglisht shumë, i përshtasin me dialektin anglisht, këto japonisht në anglisht i përkthejnë shablon fare dhe nuk qesh ndonjëherë me ato batutat. Kurse kur i bëjnë anglisht për shembull ndryshon shumë situata e çdo roli. Imagjino tash ti kthehesh shqip që ke edhe 10 shkronja më shumë. Ça halli mod. Jo, pritje se japonezët kanë 3 alfabete. Në anglishtën. Jo, janë kinezë ata. Që kanë mandarinë këte janë. Jo, ajo është tjetër mandarinat. Domethënë japonezët nuk kanë alfabet, japonezët i kanë me figura. Po pra hieroglife fare po. Ti ku i shef më shumë, në japonisht domethënë apo në anglisht? Se shqip e dim që i bo vetë. Shiko, jo, dikur po, fix. Dikur e kisha shumë problem. Në fakt kaloja nga italishte, se mësu çdo gjë ishte komplet italisht, çdo gjë ishte dubluar me italisht dhe italianët janë dubluar goxha të mirë për hir të vërtetës. Edhe shumë nga filmat, edhe filmat artistik, jo vetëm animet edhe kukullat e ndryshme, po kisha shumë qejf të shifja në italisht edhe kur filloi ky tranzicion dhe televizionet e ndryshme filluan të jepnin gjuhë origjinale, përgjithsisht në anglisht. Dhe kalimi nga italishtja në anglisht e kisha jashtëzakonisht shumë problem. Po tani domethënë është qefi i madh është të shohësh në gjuhën origjinale, nuk japonisht. Në gjithë filmat edhe koreanë, çfarë janë edhe filmat artistik, nuk jo Parasite, jo të gjithë filmat e rëndësishëm, domethënë nuk është fikse ajo që thon, po te i kalova ato 2 centimetrat e titrave, ti e shijon filmin përsëmbari, domethënë. Fikse. Në shijon gjuhën origjinale. Po si Madara, titra, gjë, shiko, lufta po. Po ajo kjo është çik problem në skenat e luftës domethënë. Ajo na ka çdo vjellësudën timon, jo më të skenat e luftës. Në vërtetë se je në telefonit apo pas rrugës, ke telefonin që sekond më. Po mirë, ti edhe pedagog tani më. Ai sa di. Ja. Pedagog quhet, mos e këto termat e jashtëm më që i kena bënë. Se jashtëm s'ke nevojë me mor leje, hike vjen kurdo. Mirë. Po. E pare herë si është puna e pedagogjisë, unë kam shumë gureshe të kjo pjesë. Në çfarë kuptimi? Si është pedagog i arteve? Po, pse jo? Nesër. Po, edhe ç'a duhet pyes tjetër përveç si është merresh me studentët e akademisë, po edhe aja ushqen ndoshta këtë kulturën e filmave vizatimor. Për shembull isha me këtë Chokudon e Sazukes në shkollë edhe ishin gjithë studentët ishin super entuziastë. Ua! Nuk ta hapnin ta mbyllin, kështu që janë ata se tush pjesë e këtij brezi, si puna më të vegjël se ju normalisht shumë më të vegjël. Edhe janë rritur dhe ata me këtë lloj me Naruton, me gjithë filmat e dubluar në shqip nga kompanitë shqiptare. Edhe e njohin si gjë. Domethënë edhe kur si thua takimi i parë ndoshta s'm kanë njohur në fillim, po pastaj nga zëri normalisht që shkon drejt asaj. Më kujtohet zoni se tash do ta tregoja atë historinë. Kemi qenë te Korelani po. Edhe ne kena qenë tur, më atëherë kemi qenë figurant, një 80 veta, 80 gomer që nuk menaxhon. Kemi vetëm ai që kalon kështu i skenë dhe flet. Po, ishim gjithkohës kështu të kalum, po ishim 80 veta, s'bite njëri në sy. Edhe ki qenë duke folë mos gabofsha o me Elidonin ose me Ervin Çulin, nuk e maj mend. Thjesht e kisha mrapa dhe dëgjoj zërin. Thosha ku e kam një gjuhë. Edhe i shkoj, them më fal, mos e ke bojë se dhe sikletit tash që mos jeti Sasuke. Mos jeni juve Sazukja. Po mi shoj që ne jemi. Dhe ka bot Qidorin aty për herë të parë, ku më ka thonë një herë Qidori dhe filloi kam fillu këmban vlla atëherë te Korelani, 1-2 kalote i shkretit dhe ja bëshin tjerë Qidori. Me ambulancë telefon. Ti shkretit që i erdhi majt, e sigur që ka ardhur majt hunës deri këtu se. Ja. Po të ngjosh 80 budallënj që do të thonë Qidori. Përkundrazi. Po kthehemi te pedagogjia, domethënë, është një nga gjërat më të bukura që kanë bërë këto vitet e fundit. Edhe si thua për te asaj se sa edukojnë, sa ndikojnë për mirë te studentët, nuk di ta them këtë domosdoshmë, ata tani dalin brezi parë që dalin se tani mbyllin 3 vjeçarin, bachelorin, edhe se sa të suksesshëm ose jo, sa i kam ndikuar unë në ato copës të vogël që kam dhënë për mirë apo për keq do shihet edhe më pas, domethënë, diskutohet se është rrugë e gjatë, nuk diskutohet. Por
më kanë ndihmuar mua. Ata më kanë ndihmuar mua, jashtëzakonisht. Vërtet. Sepse një nga gjërat që më është dashur të bëj është t'i rikthehem gjithë metodikave të aktrimit nga fillimi. Edhe shumë gjëra që nuk i kisha lexuar, i rilexova, i lexova aty për aty, bleva libra, shkëmbeva libra me njerëz tjerë që kishin vajta në bibliotekë, gjeta libra të tjerë, gjeta literaturë shumë edhe se thoshte njeriu kur e bën për herë të parë një lloj pune të kësaj natyre edhe ndihesh në siklet se sado mund të kesh bërë aktorin e teatrit kombëtar për 13 vite apo nëpër filma, studion. Po kur vjen puna për të përçuar informacion të gjërave, nuk di se si të shprehesh ndonjëherë intelektualisht, edhe se do literatura do të ndihmoj që të shkosh drejt asaj gjëje. Edhe kjo gjë më ka bërë të zbuloj shumë gjëra se ndërkohë që ti eksperimentoje një ushtrim të Sanford Meisner për shembull, repetition me studentët, ti filloje kuptoje gjëra për veten tënde. Thosh, "Ore, mirë, okay, këta po e bëjnë. Këta po kanë sukses në këtë gjë, domethënë po funksionon kjo gjëja. Por unë vetë pse se bëj këtë gjë? Po unë vetë si do të i aplikoj këto lloj teknikash në teatr apo në film, apo si janë gjitha teknikat e nxjerrjes së shpërfaqjes emocionit të gjithë gjërave. Dhe prandaj them, kështu që faleminderit gjithë studentëve të mi për mua, jo se sa mund t'i kem ndihmuar unë ata. Kështu që realisht ata më kanë ndihmuar shumë. Ky është pedagogu që duam. Besoj jam më i pjekur sot për t'i parë gjithë rolet, gjithë tekstet me një lloj distance pozitive, për kuptimin për të qenë disi distant, për ta parë tekstin dhe më pas për të u futur brenda. Po është shumë e bukur si gjë. Është e lodhshme, nuk diskutohet që është e lodhshme. Patjetër ka një shprehje që thonë pedagogët më të mirë nuk janë as pedagogët e përgatitur llahtar akademikisht, nuk janë as pedagogët të cilët janë striktët apo më janë sipas studimeve gjithmonë, janë ata që janë emocionalisht inteligjent. Pra një pedagog, unë nuk është se nuk e dia jam i aftë ta bëj këtë gjë, po di që e kam në mendje gjithkohës, edhe kur e shikon atmosferën e klasës që ata emocionalisht nuk janë sot për të folur për X gjë, e gjen ta moderosh situatën me një gjë më të lehtë, me një gjë e cila do t'i qaset më tepër gjendjes së tyre emocionale. Edhe mendoj që kjo është shpëtimi, ky është Chelsea i të shpëtuarit nga situatat e vështira. Normalisht do janë një grup 8-9 veta, 10 veta që janë një diferencë shumë të madhe moshe me mua, gati 20 vite. Edhe ata mendojnë ndryshe. 40 më? Sa më re? Gati 40 më? Gati 40. Ata janë 18, kështu që patjetër. Ishte ca vlla, ngjajoj se 40, por jam unë ngjajoj më i vjetër. Vlla ti ke probleme tjera, po flas me para Krishtit. Pra ne nga flokët. Kështu që kjo është gjë, po është realisht një gjë shumë e bukur. Është një nxitje shumë e bukur edhe tani industria e dublimit nuk është më ajo që ka qenë në Shqipëri dhe përsa i përket të dubluarit tani si thosh ai marr dot unë me vete që ti unë s'po dubloj më për vete sepse është e lodhshme. Domethënë nuk mendoj që s'ke bërë më apo jo? Jo, bë vite. Mund të kem bërë diçka të vogël, diçka shumë të vogël, po jo bë gati 4 vjet që nuk kam. Mos të them më shumë. 4 apo 5 vjet që nuk kam dubluar. Kthehet sa super. Nuk është më inshallah s'po të merr zemrën prap do të rrojë më u kthy. Nuk është më do rikthehet, do shtojnë seri? Do kanë dalë të reja, do dalin prapë, do fillojnë të dublojnë. Do kthehet pa krak, kështu si Dora. Po me tek Dora aty, opa. Edhe vazhdon. Ta bësh ato memet, kupton kështu dark humor, bëj me gjujt pa kohë, di kështu, opa. Zot na falë. Tani 5 episode del, kështu që s'është haj shumë. Ata edhe për të mirë reakcion. Po mirë. Jo, ai është ulli. Ulli? Po. Ças po ky mirë. O vllai, Mredikaj është. Po dhe ulli kukurec kisha parë një herë. Atë keqen. I keni gjithë atë descriptioni çfarë janë mrena, se tash do duhet gjysmë ore me u thonë. Tash kena hallë të tjera valla. Ashtu. Shkruaj aty poshtë se kena mohabet serioz. Vllai, një nga karakterët që më ka pas pëlqyer shumë mu, është Rio. Te filmi Rio që ke bërë Blum, po switch karakteri, nga serioz në një, po ai serioz ishte po thjesht. Ai mori rrugës. Ai kishte rrethana aty, jo serioze, po. Ai ishte matematicien. Fluturoi. Po me Rion si ka qenë procesi? Ka qenë disa prej filmave që në atë kohë ishin filma që jepeshin specifikisht për Goldin në digital, ishin kështu tipit më si do të i kujdesi shtuar për ato filma, si ishin filmat jo të Disney, jo të Pixarit, filma më të rëndësishëm, cilët edhe për sa i përket box office kishin bërë në përbot shumë më tepër sukses edhe kishin kriju status. Kishin kriju status, pra ndryshe nga serialet e tjera që nuk e kishin ndoshta të njëjtën gjë, ose si më thënë ndryshe nga Naruto që mund ta shihnin vetëm disa që ishin
ata që ishin fansa të një lloj zhanrit caktuar, Rio në Kjo ha debat ditë e sotme, po. Dakor, por Rio është më familjar, do ja shef me mamin, kurse Naruto nuk e shef dot me mamin. Kjo është diferenca besoj. Drejt. Sa I bëri ky me mam këtu, ç'i bëri ky, ja preu kokën, domethënë është bërë si siklet me. Ja prit se I del prapë se Orochimaru është gjarë për me. Si ç'i ka gjarë për me mam? Po pse ka kaq shumë njerëz këtu? Pse janë kështu? Po pse janë se I ka marrë shpirtin ky përpara dhe tashti ja I ka çuar vorri. Patjetër po. Nëse Sa kam prit për këtë ditë. sa të kanalizoj çik çakrën të shpata zorrës. Kështu që në këtë aspekt e kam që Rio është Rio Fillon nga plus 4 vjeç ta fuzim kështu. Është për gjithë. Po, ke bot Angry Birds. Angry Birds. Demi Ferdinand. Edhe shumë tjerë janë më familjar, domethënë edhe normalisht si thosh procesi bëhet disi më I kujdesshëm edhe nga mënyra se si regjistroi, I jepej më shumë kohë, qëndroje më gjatë me teknikën, me përhedhjen e batutave, pra edhe për efektet kam përshtypjen kishte një kohë të shtuar të gjërave, kështu që ka pas shumë fakt filma që si thosh kur të merrte njëri nga teknikët ose nga organizimi që thonin që do bëjmë sot një film për Goldin ose për çdo lloj prezantimi të rëndësishëm të kësaj natyre, ose jepin kinema për Cineplexa diçka tillë, thuaj që duhet bërë mirë kjo, edhe si thosh nuk harxhoje të njëjtën kohë që harxhoje për të bërë një serial të Patjetër. Qoftë Naruto ose diçka tjetër, domethënë harxhoje më shumë kohë. Kjo është diferenca. Sepse edhe nga rëndësia vet normalisht. Edhe nga rëndësia, po edhe nga që ishte kam përshtypjen dhe pay-per-view, ishte edhe një lloj shërbimi ekstra që njerëzit ka një masë njerëzish më shumë që e shohin si Naruto kur tha është më I zgjedhur, kupto, ka fanbase tjetër. Me gjyshe për shembull imagjino çosh me nonën. Do shohësh me nonën domethënë. Me nonën. Çosh Tsunade. Çe ka syni aty me nonën, çe ka gjetë synin. Ti hudhet ca pika. Duke qenë se ke pa shumë anime, besoj siç the. A ka ndonjë anime që e ke pa japonisht, anglisht, çfarë rëndësie ka, po që është ndonjë karakter specifik që thua sikur ta kisha dublu këtë shqip, nga këto të sotme. Siç e thash, në fakt kjo Seven Deadly Sins sa do të pyesja. Cilin do të dublosh aty? Thuaj skanorin këtu. Harrova emrin, fatkeqësisht harrova emrin. Pride kam përshtypjen. Skanori. Bravo. Është ai që shkon ekstra larg, sa del sabau. Who decided that? Ti. Sepse mund të bëja luhatin e zërit nga A mendon se mund ta arrish si zog kështu, domethënë ai është nga shumë poshtë kur është kështu për natën. Shiko, të impostohesh, nuk është edhe aq e lehtë të impostohesh pa e parë vizualisht gjë, domethënë do të impostohesh për të bërë një karakter, duhet ta shohësh pak, duhet ta dëgjosh në vesh, edhe si thua bëhet një lloj sinkroni midis asaj që dëgjon dhe asaj që ti imagjinon se mund të bësh diçka të përafërt. Faleminderit. Domethënë është pak e vështirë ta bësh kështu nga hiçi. Po, se duhet futesh në karakterin pak lave ta njohësh ça tipi po dublon. Unë jam me skanor, të kalosh nga unë jam me skanor. Të kalosh të bësh këtë lloj, duhet ta shohësh, të gjesh frymëzimin për të thënë batutën. Unë ditë se vetëm kaq, tek kemi për ta bërë pay-per-view. Jo, ky episod është literalisht pay-per-view. Ka shumë material që s'duhet me dalë. Ja, nuk do të më dalë frika kjo. Rrugës tash do dublën e gjë që s'do dush dubluze. Unë kam një fat në fakt që për sa I përket anime, un kam partnerja ime Ardita është e dashuruar totalisht me animet. Domethënë, ajo po të ishte këtu, është 100 herë më e informuar se unë. Ka kishim ditë kisha bo ftesën çift për të keqen. Divani Maro. Po, pra. Nxe edhe fëmijët po teshe. Vini familjarisht. Ne në fakt jemi përpjek shumë që edhe vajzën ta edukojmë me paktën me Miyazakin. Miyazakin, domethënë ajo njeh Totoron përmendësh, Ponion e ka kështu të preferuar. Ato janë ndër filmat që janë shumë pak të vlerësuar për punën që ai ka bërë në mendimin tim personal dhe shumë njerëzve të tjerë që thonë vetëm për faktin se janë japonezë nuk kanë qenë të dubluar në anglisht që në fillim. Pastaj janë edhe këto luftrat politike që un kam bërë filmin tim, s'kam se të nxjerr tatin që I bëjnë këta amerikanë zakonisht për të futur njerëzit sharp, por që anime duken për të vegjël, sidomos këto filmat e Ghiblit, por që mesazhet I kanë shumë më të forta se mund të kenë edhe shumë më të drejtë për drejtë në krahasim me të Disney. Porco Rosson te Studios Ghibli është komplet lale, pa pik filtri. Është politike I gjallë. Po. Politike I gjallë, kontrabanda, I vjen derri, kupton, thot na lekët, më rregullo avionin, tikit bëj luftën. E njëjta gjë edhe tek kjo te shumica që ka fituar Oscarin. Po ajo Spirited Away. Spirited Away.
ka mesazhe të hapta. Domethënë Spirited Away krahasim me shumë filma të tjerë që ka bë Ghibli, fut këtu edhe Ponjon që mund të them janë kokë për kokë të dyja nga mesazhet. Është ajo Moving Castle më duket. Po, How World Moving Castle. Ka akoma mesazhe më të forta që janë shumë të drejtë për drejtë. Domethënë sa fillon 5 minutat e para ti thjesht futesh komplet në një dimension tjetër valla. Domethënë fillon të jep mesazhe që ti tani që rritesh, se kur jemi fëmijë ne kemi parë shumë, do të shohësh Naruto 10 vjeç, ta shohësh Naruto 30 sa jemi ne sot, logjikisht i merr mesazhe shumë më të forta, domethënë për mendim, mu personalisht, animet në përgjithësi më kanë rrit me kalimin e kohës dhe fatmirësisht më kanë qelluar në periudha të ndryshme të jetës dhe më kanë dhënë mesazhe të caktuara që më janë dash. Ose jam kthy mrapa e kam pa prapë kur më janë dash. Po të japin, unë për shembull Naruto e kam super preferuar dhe e kam thënë shpesh herë, kam shumë leksione jetë. Unë falë Zotit e kam qellu dhe e kam paqur kam qenë kalama, që kam arrit 2-3 gjona ndoshta, s'është me fëmijë. Është gjithmonë sa e kap dhe fëmia, diçka. Plus që Brezionat e ka qenë pak i trash, me thënë drejtë. Jo, e ke shumë gabim. In senso italiano. S'kemi pas kushte në olla. Po pra. Ne s'kemi pas kushte. Po pra. Ne kena gjetë pirat, kur kapte me antenë, e ktheja antenën në dije, fillon vend çoja e diell ose. Mirë. Kthena këtu lare se na çove mbrindisi me antenat. Jackie Chan. Ti ke bë serial në Jackie Chan. Po, Jackie Chan. Dhe ke boja 200 seri aty. Seri e vërtet është fakt, tani që kujtoj. Edhe ka qenë një nga këto seriale që e kisha harruar që e kisha bërë fakt, po që. Jackie Chan. Shumë Nëse mund ta marrësh do të mend. Se du të pyeste kjo, okay. Do në seriali Jackie Chan dhe vëlla vetë ti është bë për Jackie Chan. Po, normalisht. Sa e vështirë ka qenë për ty, ndoshta të kapi edhe atë karakterin e Jackie Chanit. Shiko, për të Merlin, është e njëjta gjë, siç thash pak më parë, domethënë që nëse ti shikon figurën, e dëgjon, gjen një mënyrë përshtatje, domethënë instinktivisht arrin që të kapësh një gjë të ngjashme. Normalisht bëhet e gjitha në një lloj kolaudimi me teknikun apo me regjisorin, i cili thotë pak më kështu kujdes. Për shembull në fillime ka patur shumë regjisor, gati blis në studiot ka pas dhe nga 2 vet, cilët rrinin dhe monitoronin gjuhën. Për shembull, nëse ishte dikush që do të bënte një lloj aksenti të caktuar, se do të bënte një lloj timbri të caktuar, ose kishte një cen në të folur, sa bëre se kalove se shusha. Domethënë edhe njëri nga njerëzit thoshte për shembull njëri nga monitorusët, po themi, thoshte që e humbe pak këtu, kalove tek zëri jot, kalove tek kjo. Dhe ishte gjithmonë, si thosh, gjithmonë një njerëz që duhet të dëgjojë nga jashtë, se ti vetë nuk është se arrin ta monitorosh gjatë gjithë kohës. E kuptoj shumë mirë. Një sy i tretë që të rri kështu. Kështu që seriozisht nuk është se e mbaj mend Jackie Chan, se çfarë mund të kem bërë të Jackie si timbër ndryshe nga unë. Jo, domethënë most of all, domethënë më chill. Më chill, po. Po Kung Fu Panda 2 sezone, 3 sezone ato. Po, edhe Kung Fu Panda kam bërë vërtet. Po, unë kam pas shumë qef Kung Fu Pandën edhe si film, në fakt. Shiko, dhe ajo ka mesazhe të forta, pavarësisht se filmat, se serialin se kam pa të gjithë, me thënë drejtën. Në kohën që doli seriali, më duket kishin dalë 2, nuk kishin dalë akoma 3, 4, 5. Po, kanë dalë 2 filma, pastaj filloi seriali, mos gabofsha te 4 apo 5. Nëse pak rëndësi ka se janë bërë shumë. Kemi rrit tash dhe si kemi kap gjitha me kohën. Po që si thosh isha goxha fan si Kung Fu Pandës, më pëlqente shumë filozofia edhe ai zëri gazmor që kishte po. Edhe batutat pa fund. Edhe batuta pa fund. Edhe më shionte goxha. Se është diçka që argëtohesh kur ka batuta, se fillon ja se dolëm te se nuk rrit dot pa e bë këtë pyetje se gjithë dubluzëve ja bë këtë, e ka vetot. Se të Naruto. A ka pas një skenë që domethënë ka dalë rreshti para, ke filluar të dublu dhe thjesht ka kapë qeshmja. Domethënë batuta që ke thënë priti herë se s'bëhet për gjysore pushim. Si tha Marini, gjysore pastaj hajde. Ja, gjysore ja. Unë jo, të faktë nuk. No, patjetër kishte batuta që të kapte qeshur, apo përgjithsisht te dubli dytë e ri ashtu, e normalizoi situatën. Po jo, nuk është se nuk besoj të ketë patur në një kështu. Si dublimin e keni bë vetë dhe ka për shembull raste që duhet i fuzësh edhe pak theks dalësh pak nga ajo standard, ja e kuptoj se deri diku ka filma që edhe ta kërkojnë besoj që që të jenë po. Ta bësh çik tironse apo në dialekt tjetër që vi. Mua në fakt nuk më ka rastisur pothuajse asnjëherë. Domethënë filmat se tani pash një dublim të Leo. Po, Leo. Është shumë interesant, shumë punë në fakt. Është ndër filmat më të bukur viteve të fundit. Edhe jo, edhe nga Shqipja. I pari film që u dublua me këtë lloj slangu, po themi të tironsesh, ishte Shreku. Po, që Gent Pietri dhe Samiri kanë bërë një punë të jashtëzakonshme aty dhe si thua,
shqiptarët u dashuruan në Shregun akoma më shumë vetëm sepse ishin ata Kishte të dy. theksin. Edhe kishte edhe batuta nga realiteti shqiptar, thënë fusin kanë shtuar disa batuta nga realiteti shqiptar. Ndërkohë mua në fakt nuk më ka rastis ndonjëherë që të bëja një personazh që të ishte okay, mund të ishte dikush më i fortë, dikush më i nënshtruar, po jo që të ashtu. Dhe realisht nuk është se mbaj mend të kem bërë një të bënë Okej, unë do të të pyes për një gjë. Kush ka qenë roli më i vështirë që mund të kujtosh që mund të kesh pas, edhe vokalisht. Më i thjeshti, po flasim vokalisht. Karaktere ke kollaj. Besoj kam pas bërë tek Winnie the Pooh. Winnie the Pooh kam pas bërë Lepurin. Edhe serial ka qenë. Po, te Lepuri. Po, kujtoj, po përpiqet Po ka qenë zëri kështu, nuk ishte ka ta dalloje zëri, se po mos kishte qenë zëri kështu ta kishte dalluar që isha Lepuri apo si isha Lepuri. Dhe ky lloj s'po bëja do të lidh. Dhe ky lloj impostimi pastaj bënte që të ishte shumë e lodhshme vokalisht, domethënë kishte një nga problemet. Po që për sa i përket rolet leta, roli më i lehtë ka qenë tek Dora Eksploruesja, Dora Eksploratrice, bëja Hartën. Po. Po Harta ishte, nuk di domethënë, tani do ecësh këtu. Ec, mbarove. Gjeje thesarin. Bravo Dora. Ka një letargji e papar, personazh shumë i kurse pas e tjerët kishin vështirësi të ndryshme. Se si thua Naruto, Sasuke sado që kishte momente që fliste qet, nuk është se kishte shpërthime, nda kur zihej, pastaj do bërtiste. Edhe ishte bëje e lodhshme fizikisht, sidomos nga fundi, nga seritë e fundit që edhe ky i agravohet gjendja emocionale, jo historirat me Itachin, jo ka vdek, jo s'ka vdek, jo do hakmerremi, jo s'do hakmerremi, jo e vrava, jo se vrava. Fillonin bëheshin gjithmonë më intensive dialogët edhe gjithçka tjetër. E ke pa animen vet, domethënë Brapa po kam pa goxha seri veç, po. Ai e lumturu kur e vrave Danzon. Seri që po. Morën pushtetin, morën. E përmysë, më A je dhe ti dakord ndoshta me aq analizë sa mund ta kesh më që edhe e ke pasë. Tash i futemi tamam. Doli me emision Nuk do tjetër. ta shumë. Nuk do, jo, do të bëj vetëm këtë pyetje dhe do ta mbyllim. Jo, do ta mbyllim fare se i bie me majt 6 sahat mikut. A menon dhe ti vlla se nga gjithë villës, pra gjithë ta të këqin që ishte te seriali Narutos, i vetmi i keq aty ka qenë Danzo. Po nuk ishte kështu, e vërtetë është fakt. E bën pyetjen gabim, më fal se ky është i emocionuar, s'do të bëjmë këtë pyetje. A mendon se i vetmi i keq te Naruto ishte Danzo dhe të tjerët kishin thjesht shikime të ndryshme të paqes? Po, e vërtetë është. Kështu. Kështu që Danzo, po shumë i lumtur për Danzon. Pra e them, e thash në fillim edhe them dhe ja këshilloj të gjithë atyre që ndoshta na shikojnë edhe janë një brez i ri që duan të ndjekin serialin, ju më thatë që ka rifilluar të jepet Sasuke, Naruto. Jo, po përgatitet. Po inshallah po na e fusin të shqip tash prapë që të rriten këta brezet e jo në shqip, jo transmetohet. Diku, okay. Ose nuk e dim nese. Jo, ato të vjetrat janë vazhdojnë, është dublu deri te lufta e madhe që mbaroi edhe. Flas për Boruton. Po, është tani aktualisht, tani është ishte te Peni. Arku i Penit. Kështu që ata që që po na shohin, ndoshta mund të jenë 10, 12, 13 vjeç tani, realisht ja këshilloj sepse janë përtej dhunës patjetër, domethënë se dhuna është një gjë se kur bëhesh prind vet, siç jam unë në këtë rast, domethënë fillon edhe kupton që Tom and Jerry është filmi më horror në botë. Domethënë vërtet duhet si film, është super i dhunshëm. Është super i dhunshëm. Sepse diferenca është që prindet tanë nuk është se kanë patur një filtr shumë të madh për sa i përket filmave të animuar. Domethënë ata e shihnin se nuk ekzistonin filma deri në atë kohë që të kishin shumë dhuna, të kishin shumë gjak. Edhe si thua përfshije brenda asaj fluskës së kukullave ishte ama se s'po shikon gjë, ndërkohë kishte domethënë të shohësh sot e kësaj ditë, të shohësh edhe Dragon Ballin të pa censuruar, skenat që ka mjeshtri i breshkave me bulmën me këto, domethënë horror. Për një fëmijë, vallai, domethënë dje më nisën një screenshot të Mila Shiro. Mila Shiro, mos o zot, shqyrë ka censuruar. Për zotin lale se po gjithsesi kthehemi tek ajo që policia ja vlen ta shihni Naruto. Ja vlen. Se është siç e diskutuan të çunat, është ka ca leksione jete shumë të bukura. Kështu që ja vlen. Nuk hera herës të rrinë të dalin ato dilemat e tyre dhe ka përshtypjen shkrimtari Mayamoshi. Jo, Kishimoto, e ka i Narutos. I Narutos, po. Kishimoto, bravo.
Harrova si e ka emrin, po thjesht Kishimoto e di këtë. Tona, a më shive për kuresh, shive më për Shive më njoni, po hape çik. Tomoyoyo, Ua, ai. ja, Ka i problem. presim sa regjia Se ti do nxjerrë emër- këto gjëra në transmetim live. Masashi Kishimoto, do nxjerrë emrin, Masashi po Kishimoto, unë jam Masashi, disleksik, o, s'di me zot, lexu, do të bravo, tentu zot. 2-3 herë. Dhe ka një gjë që besoj dhe duke dia arron as rron më Masashi. Jo, rroj, Kishimoto, shkreti. rroj, në rregull. Ka Po ardhe ha pensionin, ka ardhe me për qef. formë Në rregull, shumë bukur. Zoni Naruto s'diq, ajo japonezja. Po pra se e mbaj Para ca dite, sa dolin pension, mbaroi. Se la njëri ta haj. Dëgjova një lajm. Kishimoto duhet të jetë edhe njohur si literaturës të mirëfillt, edhe duket që njeh tamam literaturën e mirëfillt. Dhe është një gjë që rastësi tani vonë po bënim një Shakespeare në teatrin kombëtar. Me qenë radhë. Të keqen. Po bënim një Shakespeare në teatrin kombëtar dhe Shakespeare ka një gjë shumë interesante që po ta shohësh, po thyse gjithë veprat e tij. Një histori shikohet ose si thua riartikulohet disa herë nga pikpamjet e personazheve të ndryshëm. Pra, po them, do martohet Romeo dhe Julieta, e dëgjon nga goja e Priftit, e dëgjon nga goja e Dados, e dëgjon nga goja e Capuletëve, e dëgjon nga goja e Montagëve, dhe ti si publik arrin që të vendosësh që ore, po prit valla se vërtet Capuletët mund të kenë të drejtë, po edhe ky s'e ka gabim, pra ti përplas pikpamjet e ndryshme të njerëzve për të kuptuar balancën e saktë. Dhe njëjta gjë ndodhet te Naruto, pra Perspektiva ndryshme për njëjtën ide. Shumë beteja ndodhin në Naruto, në përplasje idesh të ndryshme. Naruto më kundërshton qoftë unë jam gabim se ti ke qenë aty për ditë e ke dublu. Për mendimin tim ka aq shumë karaktere sa që ky që e ka shkruajt, Kishimoto, Masashi Kishimoto. Ka kriju çdo karakter të mundshëm që mund gjesh nga jeta e përditshme. Ka bërë një të mirë, ka bërë një të keq, ka bërë një të mefsh, ka bërë super të zgjuar. Literalisht çdo rob që i ka dhënë dorën, ai e ka futur si karakter aty. Po, e vërtet. Edhe gjithsecili besoj unë e gjen veten e vet minimalisht të një karakter aty. Por Arlini te Çoxha për shembull. Duket taj që borame, një qeraku. Tak. Okej, unë them vllai ta mbyllim. Se me kaq. ta mbyllim i kaç këtu në fund. Nëllim do të fajnë gjujer Sasuke në live këtu, jo vetëm me Chidori. Duhet i fjaliqet. Ta marrim ambulancën e të hikim tash të vim javës. E ke gati ti vllai? Ti unë s'kam duhet, ta kisha dubluar nëna jote, e kisha bërë vetë po. E ke gati ti? Ta gjeni juve. Njegu e kena gati. E ke gati. S'kena për mjeshtrin lale. Pikërisht pak më parë, u akmora duke vrarë një nga armiqt më të mëdhenj të Itaçit. Kam vrarë një nga pleqt më të fuqishëm të Konohës. Chidori! Mëllë tash se s'duhet më as i madh. Miru pafshim që të gjithëve!